kontraktuar armaturë në vlerë për rreth 500.000 euro, me fajde nga 2.000 euro për kamion dhe 10 cent më shtrejt për kilogram të armaturës. Nga Ferizaj, Prishtina, Vushtria e Podujeva, rrjeti i fajdeve i lidhur dhe me autosalone kishte arritur të krijonte miliona euro qarkullim. Skema e fajdeve zgjerohet edhe me të akuzuarin nga qyteti i Podujevës. I akuzuari tjetër është Bashkim Osmani, si pronari ndërmarrjes për prodhimin e lëngjeve Dona Laberion, dyshohet se përmes një të pandehurit tjetër ka dhënë para me fajde dhe ka përfituar nga komatat e fajdës. Është detyruar të kërkoj para nga G.S, i cili parat i kishte marrë nga i pandehuri B.O në shumën prej 200.000 euro, të cilat ja ka dhënë të dëmtuari duke kontraktuar një shumë të parave prej 12.000 euro në muaj si fajde, prej të cilat 8.000 euro i ka marrë i pandehuri B.O, kurse 4.000 euro i pandehuri G.S. Mirë po në pamundësi që t'i paguaj shumë ata parave në emër të fajdeve, i dëmtuari është detyruar t'i marrë edhe 200.000 euro si material ndërtimor, me kusht të njëjtë, kurse që borxhi i të dëmtuarit kishte arritur shumën prej 943.000 euro, kështu që i dëmtuari është detyruar të marrë një kredi në shumën prej 700.000 euro, të cilat ja ka dhënë të pandehurit G.S dhe një banesë në vlerë prej 70.000 euro, duke pësuar një dëm pasuror në shumë rreth 185.000 euro, kurse i pandehuri ka kërkuar edhe një shumë prej 280.000 euro në emër të fajdës. Edhe në pikën e dytë të akt akuzës, Bashkim Osmani akuzohet për përfitime nga kamatat e fajdës. Është detyruar të kërkoj para nga G.S, të cilat para në shumën prej 80.000 euro i ka marrë nga i pandehuri B.O, kurse B.G ja ka dhënë edhe 72.000 euro, kurse 6.000 euro i ka marrë si fajde B.O, kurse 2.000 euro i pandehuri G.S, kurse një shumë prej 72.000 euro ka paguar fajde për 2 muaj në shumën prej 16.000 euro, prej të cilat 12.000 euro i ka marrë B.O, kurse 4.000 euro i pandehuri G.S. Si dhe ka paguar borxhin kryesor, kurse të nesërmen i ka marrë dhe 63.500 euro me fajde, që pas 2 muaj t'i kthej 80.000 euro, prej të cilës shumë B.O ka marrë 12.500 euro si fajde, kurse i pandehuri G.S i ka marrë 4.000 euro si fajde, kurse shuma prej 63.500 euro ka mbetur pa kthyer. Bashkim Osmani ka thënë se nuk ka lidhje me fajden, por aty u përfshin nga të dyshuarit e tjerë që kanë pretenduar se parat e fajdeve i kanë marrë nga ai e më pas i kanë dhënë fajde tek personat e tjerë. Aty po dyshosh për fajde dhe cilë është komenti yt për këtë akt akuzë? Jo, absolutisht unë s'kam lidhje, ka përdorur simbolisë mua, nëse që janë njerëz gjallë aty s'kam lidhje me asnjë atë që ka përdorur ai. Ka përdorur mua simbolisë nga orët i këmorë për i bashkimit, edhe unë e deklaratët që i këmorë policit, njëtën e këmorë prokurori, asë një dëshmi, asë një fakt, asë një kohë që rësë. Për fajde, e po ashtu edhe për anëmbajtje pale akuzohet edhe Bahri Abazi, edhe kë akuzohet se ka dhënë para me fajde, madje shuma që rëndojnë mbi të janë mbi 500.000 euro. Është detyruar të kërkoj para me fajde nga i pandehuri S.S, i cili parat i ka marrë nga i pandehuri B.A në shumën prej 20.000 euro, me kamat mujore prej 8%. Mirë po i dëmtuari në pamundësi që t'i paguaj këstet e fajdes, është detyruar që të kërkoj parat e tjera, kështu që i pandehuri S.S ka marrë vazhdimisht para nga i pandehuri B.A, deri në shumën prej 500.000 euro, për të cilat ka paguar rreth 250.000 euro fajde, nga të cilat 200.000 i ka përfituar i pandehuri B.A, kurse 50.000 i ka përfituar i pandehuri S.S, kurse ka mbetur pa u kthyer edhe borxhi kryesor dhe 320.000 euro. Agron Curri, avukati i Bahri Abazit, nuk ka komentuar me arsyetimin se nuk i ka ende shkresat e rastit. Thirra me marrë një koment prej teje në lidhje me Bahri Abazin, një akt akuzë që e ka në Ferizaj. Jo, përbes, nuk kem pranu as akt akuzën, as shkresat e Londës, as nuk kem kërfar informacioni përveç atyne që ka janë thonë për media që është ngrit një akt akuzë dhe këto janë polë të akuzume. Se që nuk kem kërgjë konkrete. Në 3 pikat e akt akuzës për fajde dhe një për anëmbajtje pale akuzohet edhe Nexhmi Abazi, po ashtu nga Podujeva. Pika e para akt akuzës atë ngarkon se nga 30.000 euro parat e fajdeve për 10 muaj ka fituar 30.000 euro, ndërsa i dëmtuari ka pasur të paguaj edhe borxhin kryesor prej 30.000 euro.
Është detyruar të kërkoj para me fajde nga i pandehuri S.S, i cili parat i ka marrë nga i pandehuri N.A në shumën prej 30.000 euro me kamat mujore prej 10%, duke paguar nga 3.000 euro fajde në muaj për 10 muaj, kështu që i pandehuri vetëm nga fajde ka përfituar shumën prej 30.000 euro, si dhe borxhi kryesor në shumën prej 30.000 euro, për të cilat i dëmtuari është detyruar të marrë para nga persona tjerë në mënyrë që t'i kryejë obligimet e borxhit kryesor dhe të fajdës, duke pësuar dëm pasuror në shumën prej 30.000 euro. Lidhur me akuzën, avokati i Nexhmi Abazit Qendrim Zoga i ka thënë se ende zyrtarisht nuk është njoftuar se ka akt akuzë, por e din se ka dyshime për klientin e tij. Thirrën lidhje me Nexhmi Abazin. Me të drejtën nuk jam i njoftuar se ka akt akuzë, është një procedurë penale iniciuar ka pasur konstatime, por për akt akuzë nuk jam i njoftuar. Sipas kit pranu shkresat e lëndës ato. Jo, është njoftim as shkresat. Në 2 pikat e akt akuzës akuzohet edhe Muhamet Murseli. Në pikën e parë, ai akuzohet se ka dhënë para me fajde në kamat prej 8%, ndërsa edhe në pikën e dytë, po ashtu akuzohet për fajde. Është detyruar që të kërkoj para nga i pandehuri M.M në shumën prej 10.000 euro për t'i kthyer me pagesë nga 8% në muaj, pra 800 euro në muaj. Pastaj ka marrë edhe 2 herë nga 5.000 euro me kushte të njëjta, për të cilat ka paguar vetëm fajde shumën prej 16.000 euro, kurse borxhi kryesor ka mbetur i papaguar. Arber Jashari, avokati Muhamet Murselit, ka thënë se nuk ka bazë ligjore për ngritjen e akt akuzës ndaj klientit e tij, por gjithçka mbetet me u pa pasi të pajiset me shkresat e rastit. E kom pësu për media që është ngrit një akt akuzë dhe që ka shkuar gjyq pa na s'kena marrë pjesë ajo. Unë mendoj që s'ka bazë ligjore, por gjithsesi po presim derisa ta marrim akt akuzën edhe të japim kundërshtimin tonë. I akuzuari tjetër është Shefki Rexhepi nga komuna e Kllokotit. Siç kemi raportuar në 2 emisione tjera mbi dyshimet se si veturat e shtrejta u përdorën për fajde, këtu në këtë pikë të akt akuzës për fajde u përdor edhe armatura. Rexhepi akuzohet se ka siguruar para për një të pandehur tjetër që ato të jipen për të kontraktuar armaturë me fajde në vlerë prej 500.000 euro. Është detyruar të kërkoj para nga G.S, i cili parat i kishte siguruar nga i pandehuri, në atë mënyrë që ka kontraktuar armaturë në vlerë për rreth 500.000 euro, me fajde nga 2.000 euro për kamion dhe 10 cent me shtrejt për kilogram të armaturës, të cilën e kanë shitur tek personat e tretë, kurse parat i ka marrë i dëmtuari G.Sh për t'i paguar fajdet ndaj personave të tretë. Kështu që për t'i paguar borxhin dhe fajdet për të pandehurin Sh.R është detyruar të marrë kredi në bankë, të cilat para pastaj janë transferuar në llogarinë e ndërmarrjes për prodhimin e betonit, e cila është pronë fabrikë e të pandehurit G.S. Në këtë mënyrë i dëmtuari ka pësuar dëm pasuror qindra mijëra euro. Shefki Rexhepi në këtë procedurë penale përfaqësohet nga avokati Avni Ibrahimi. Ai ka thënë se përveç informacionit se është ngritur akt akuza, nuk ka të dhëna tjera. Thirrën lidhje me një klient tonin, Shefki Rexhepi, për një akt akuzë në Ferizaj. O, nderum, ende nuk u marrën asnjë shkresë. Kemi informacione që është ngrit akt akuza, por nuk e kemi marrë shkresë fillon. Nuk kam asnjë informacione. Mbi 1 milion euro fajde pa e përfshirë borxhin e përgjithshëm prej 920.000 euro dyshohet se i ka paguar i dëmtuari A.S. I dyshohet se parat i ka siguruar nga Shefki Rexhepi dhe Bashkim Osmani, që të dy akuzohen për këtë në një pikë të përbashkët të akt akuzës. Është detyruar të kërkoj para me fajde, të cilat i kishte siguruar nga i pandehuri B.O dhe Sh.R, shumën prej 700.000 euro, për të cilat ka kontraktuar komat prej 10% në muaj, pra shumën prej 700.000 euro, e pastaj ka marrë edhe material ndërtimor armatur në shumën prej 230.000 euro. Mirë po në pamundësi që të kthej borxhin dhe shumën e kamatës, borxhi ka arritur në 980.000 euro, për të cilat është detyruar që të paguaj për 5 muaj nga 98.000 euro si fajde. E në ndërkohë ka paguar edhe një shumë prej 60.000 euro të borxhit kryesor. Kështu që për borxhin e mbretur prej 920.000 euro ka paguar edhe 5 muaj nga 92.000 euro si fajde, nga e cila shumë i pandehuri G.S ka marrë nga 16.000 euro në muaj, kurse të pandehurit B.O dhe Sh.R e ka ndarë shumën tjetër sipas marrëveshjes. Kështu që vetëm për fajde ka paguar gjithsej 1.010.000 euro, kurse borxhi prej 920.000 euro ka mbetur i pakthyer.